Atje po fillojmë intervistën e radhës në prag të ndeshjes me Vorën në stadiumin e Laçit. Kemi përballë trajnerin fitues që u shpall trajneri muajit me rezultatet e arritura në kampionatin. Jemi përpara ndeshjes. Tjera, unë po e them vështirë, po presoj do të them vetë më shumë është i gatshëm përballë jush. Për suksese për çmimin dhe vazhdo sa më gjatë. Përshëndetje. Përshëndetje. Profesor, si e shihni përballjen me Vorën dhe çfarë pritshmërish keni nga kjo ndeshje? Mendoj që është një përballje normalisht e javës, sigurisht që ekipi i Vorës është për të vlerësuar, se me ato që kam pa ka një identitet loje dhe mendoj që mund të jetë një nga ndeshjet më të vështira deri tani. Vora vjen si një skuadër e etur për pikë pasi humbi në Shkodër, ndërsa ju si pretendent për Kreon. Sa ndikon ky kontrast qëllimesh në qasjen tuaj taktike? Nuk mendoj në qasjen taktike, është çik e madhe kjo si shprehje. Mendoj që unë do të jemi gatshëm bashkë me ekipin tim që të shfrytëzoj gjërat që ne punojmë dhe mendojmë që t'i bëjmë sa më të profesionalizuara për të shkuar më tej drejt asaj që ne kemi synim. Sa e vështirë është të ruash ekuilibrin mes lojës së bukur dhe rezultateve pozitive në një kampionat gjithnjë më të fortë? Mendoj që sigurisht jemi përballë rezultateve, ne ndikohemi nga kjo pjesa, por tetova shef pjesën e lojës, është ajo piknisja e parë për futbollin e bukur dhe pastaj rezultatet vijnë. Në cilin aspekt e shihni më të rrezikshëm kundërshtarin dhe cilat janë pikat ku mendoni se mund ta dëmtoni? Atëherë kjo është çik pyetje taktike, mendoj që disa gjëra janë për të mbajtur për vete, për të shpjeguar ekipit, por mendoj që ekipi kundërshtar ka goxha pika të forta. A keni lojtarë që kanë dalë nga pushimi i fundit me formë edhe më të mirë se më parë? Mendoj që po ngjisim shkallët, po e them në këtë pjesë, sepse po punojmë ditë ditës te kjo pjesë. Mendoj që edhe ky pushimi që do të jetë pas kësaj ndeshje, besoj që do të jetë efektiv për ne. Me cilin repart jeni më i kënaqur deri tani, sulmin, mbrojtjen apo ekuilibrin mes reparteve? Mendoj në ekuilibër, megjithëse pak çedus në ndeshjen me Vlorën, po për shkak edhe të terrenit, i tërheqjem më shumë se ç'duhet. Për të qenë kampion duhet përballësh 90 minuta plus, por megjithatë hap pas hapi çdo gjë vjen dhe përmirësohet. Faleminderit dhe sukses. Faleminderit.